Italia hyn në krizë politike vetëm pak muaj pas qeverisjes me bazë të gjerë të kryeministrit Enrico Letta dhe është sërish Silvio Berlusconi që shkakton krizën e radhës. Ministrat nga partia e ish kryeministrit kanë dhënë dorëheqjen nga postet përkatëse, duke i dhënë një goditje të rëndë situatës politike në Itali. Kryeministri Enrico Letta u kthye nga New Yorku të premte në përpjekje për të parandaluar rënien e koalicionit qeverisës, por pa ja arritur qëllimin. Partia e zotit Berlusconi, Populli i Lirisë, kundërshton planet e qeverisë Letta për rritjen e taksave. Deputetët e tij kishin kërcënuar më herët me dorëheqje nëse Komisioni i Senatit do të votonte javën e ardhshme për dëbimin e ish kryeministrit për shkak të procesit të tij gjyqësor. Më herët gjatë ditës, vetë Enrico Letta kërcënoi me dorëheqje nëse kabineti i tij qeverisës nuk do të merrte mbështetje të qartë në votimin parlamentar të kërkuar javën që vjen. Paralajmërimi i kryeministrit italian erdhi pas dështimit të ekzekutivit për të aprovuar masat buxhetore kyçe. Dorëheqja e ministrave të djathtë vjen pikërisht në kohën kur vendi i nevojite dëshpërimisht qëndrueshmëri politike për shkak të krizës financiare.